Vetëm një javë pasi LSDM mori në drejtim Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, Inspektorati Administrativ ka kryer kontrolle në kabinetin e ministres Frosina Remenski. Ankesa ka ardhur nga qytetar anonim, të cilët kanë shprehur shqetësim se persona të paautorizuar në këtë dikaster merren me zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Ministria Remenski theksoi për Alsat se me dokumente adekuate ka argumentuar se punëtori që ju përgjigjet kërkesave zyrtare të qytetarëve është person i punësuar prej vitesh në kabinetin e ministrit. Nga ana tjetër, eksperti juridik Osman Kadriu e cilësoi një ligjor urdhrin e zëvendës së ministrit për punë sociale Dime Spasov që të mos respektojnë vendimet e numrit 1 të këtij dikasteri Frosina Remenski. Sipas Kadriut, veprimi i tillë i Spasovit përbën shkelje të ligjit për qeverinë dhe marrëveshjes së përgjinës. Ministri, ju lutem, ka kompetenca të plota. Nga çasti kur u zgjodhen këto ministra në ministrit konkrete, prej atëherë u theksuar se ato nuk kanë kompetenca të kufizuara. Kompetencat e tyre, ju lutem, burojnë nga kushtetuta edhe nga ligji mbi qeverinë, edhe nga akte tjerë juridik. Kështu që këtu do me thanë, nuk kemi të bëjmë ne me kompetencë të kufizuar ose të kushzuar të çdo ministrie, edhe të ministrisë përkatëse. Ditë më parë, zëvendës ministri Dime Spasov, përmes një urdhri i cili përmbante madje vulë të qeverisë, kërkonte nga punëtorët që të mos zbatojnë vendimet e ministres Frosina Remenski. Hapi i tillë i Spasovit erdhi pas autorizimit të personit Mila Carevska nga ministria Remenski që të miratoi përgjigjet e punonjësve ndaj kërkesave të qytetarëve.